Kujt ja merr të mendja, kjo maskë me qumësht zhduk rrudhat brenda ditës. Banjot me qumësht janë shumë të njohura për efektin e tyre lëmues. Mos harroni se qumshti është një ndër përbërësit më kryesor me të cilën krijohen produkte të ndryshme kozmetike dhe me të cilat trajtoni fytyrën tuaj dhe rigjeneroni atë duke i dhënë një pamje të freskët. Përbërësit janë 1/4 filxhan pluhur organik me qumësht dhe ujë. Në një tas hidhni qumshtin pluhur dhe më pas hidhni ujë sipër derisa të krijohet një formë paste. Me masën e krijuar, lyeni fytyrën dhe lëreni të qëndrojë derisa ajo të thahet plotësisht. Shpëlani fytyrën me ujë të vakët për të shikuar si edhe për t'u gëzuar efektit të mrekullueshëm lëmues që ka lënë kjo maskë mbi lëkurën e fytyrës tuaj.